Jam në qendër të Manhattanit, në 42 rrugë midis 5 dhe 6 aveny. Gjëja që është më interesante, sipas statistikave, shqiptarët zotrojnë thuajse 50% të restoranteve italiane dhe steakhouse në Manhattan të New Yorkut. Ndërkohë që nëse fusim dhe menaxhimin dhe shërbimin, arrin rreth 82% të gjithë restoranteve italian dhe steakhouse. Statistikat vinë nga Bashkia e New Yorkut dhe bëhet fjalë për shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Malizzi. Natyrisht që ndoshta të parët kanë qenë ata të Malizzi që u kthyen në po e quajnë pronarët e restoranteve më të njohur të Manhattanit, ndërkohë që tani biznesi i restoranteve italiane dhe i steakhouse është bërë pak a shumë një domen shqiptarësh. Disa nga emrat më të njohur të Manhattanit kanë pronar shqiptar, ndërkohë që një pjesë tjetër kanë menaxhment, pra menaxhim shqiptarësh pavarësisht pronësisë. Shqiptarët janë komësia e parë që dominon restorantet italiane dhe steakhouse në New York. Një histori në fakt e çuditshme, por e vërtet. Did you see at the library they have 2 coloring classes?